Besimtarët ortodoks kanë kremtuar të dielën e Dafinave, ditë kjo e cila shënon hyrjen e Zotit Krisht në Jerusalem. Ky emër është përkthimi i palmave i cili vjen nga pritja që besimtarët i bën Zotit të tyre. Pas liturgjisë hyjnore, besimtarët kanë marrë me vete Dafina për mirësi dhe mbarësi në familjet e tyre. Dafina është ajo pema që ka gjithë të mirat. Të sjellë shëndet, të sjellë mbarësi, të sjellë. Sot është pashke pare kemi neve. Edhe gëzuar e gjithë të mira Zotit na jap shëndet, mbarësi. Sot është e diela e Dafinave, është dita kur Jezu Krishti hyri në Jeruzalem. Është një ditë e shënuar për ortodoksin, sepse Krishti në Jeruzalem simbolizon thjeshtësinë, sepse ai ishte hipur në gomar, por nga ana tjetër ai simbolizon edhe faktin që po shkonte drejt kryqit, drejt kryqëzimit, për të mirën e njerëzimit. Prandaj dhe kjo ditë është një ditë, nuk është një ditë e trishtuar, por është një ditë e gëzuar, sepse pas kësaj ne presim ngjalljen e Krishtit, e cila është fitoria e jetës mbi vdekjen. Është ditë shumë e shënduar për tërë shqiptarët. Gëzuar gjithë të mirat shëndet. E dila e Dafinave shënon edhe nisjen e javës së madhe të Pashkës ortodokse, e cila është një nga festat më të mëdha dhe më të rëndësishme të besimit ortodoks. Përpara festimit të Pashkës, besimtarët ortodoks do të festojnë te Njëjtën e Madhe, që është darka e fundit e Krishtit, të premten e zezë dhe ngjalljen në të gdhirë të së dielës së ardhshme.